cilën e paraqitën dhe doli si projekt mashtrues. Do të thotë neve po na ndodhin hapa, po na ndodhin iluzione të cilat popullin po e bëjnë të ndjehen komfort, të rahatshëm me mendësinë që kanë dhe po humbim atë që është faktike. Pa dashur të ikim rëndësisë së gazit, e cila në kohën që ne po jetojmë tani në sistemin ndërkombëtar, energjia është kruciale për sistemin ndërkombëtar. Si është kruciale kjo? Ne kemi parë tani se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vajt në Venezuela për resurse. Rrinë në lindjet mesme rrezikojnë jetë dhe buxhet për resurset, për menaxhimin e resurseve, siç është gazi. Dhe tani ajo tek ne këtu, Kosova dhe Serbia, jemi rival historik. Neve na flet historia në rivalitetin tonë. Ndërsa Amerika dhe Rusia janë rival strategjik për shkak edhe gjeografisë, pozicioneve gjeografike që kanë. Dhe këtu po ndahet interesi amerikan dhe rus. Këtu po ndahet interesi shqiptar dhe serb. Ne jemi pas orientu me Amerikan, sepse në ka lidhë dhe interesi, neve ekzistencial, ata interesi strategjik. Ndërsa Serbët të orientum me Rust. Edhe vetë Banska është formë kopje e ardhëm pas rastit të Krimes, e cila është zhvilluar vite më para. Dhe nëse analizojmë, e shohim se si ka funksionuar në Krime fillimisht. Dhe do kisha thënë, edhe atje ka qenë burim kryesor kisha ortodokse. Sa do t'jetë me Ukrainë apo me Rusinë, se si do të bëhet në atë pjesë. Nëse futem në atë analogji, por do kisha thënë se animi është i pashmangshëm. Ne duhet të jemi të mvarur energjetikisht, sepse kemi kapacitet prodhues energjie që ta bëjmë dikon tjetër mvarur për ne. Andaj ne duhet të anojmë ose të bëjmë të mvarur energjetikisht nga rusët ose nga amerikanët. Dhe tani kjo është dilema. Po Kurti më duket sikur e ka marrë vendimin. Kurti më duket se e ka marrë vendimin, por unë kam thënë edhe herën e kaluar se kjo është do të thotë thirrja e fundit para se të shkputen, para se të vendoset një status për zotëri Kurti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj se unë do isha pro zotërit Kurtit edhe jam pro zotërit Kurtit edhe të bëhemi do të thotë energjetikisht, sepse energjetikisht më shumë ti të mvarmemi tani për tani nga Serbia. Ashtu tregojnë gjitha burimet, gjitha është faktike. A na pëlqej as na pëlqej. Edhe në rregull jemi, nëse jemi përfitues si kushtet. Edhe nëse jemi përfitues si kushtet, dalim fitues dhe të bëhemi të anojmë nga rusët, dhe të bëhemi të mvarëm nga energjia ruse, përfitojmë si shtet, zhvillohem si shtet, edhe unë jam me zotëri Kurtin. Vetëm let më bind, let më thot se let fol me popullin, let thot se ne dalim fitues të orientohemi kënej. Po këtë s'po e bën. Dhe tani kjo është problemi se gjërat të fshehta zakonisht nuk janë të mira. Ka një propavi se s'po mu shpreh tani këtu. Besoj koha do i tregoj të gjitha, aq më tepër edhe ato që ju nën kuptoni në fund që thoni nuk e shpreh, por të lutem më jepni një mendim edhe duke nisur nga Ballkani, se së fundi pak më parë kishim një lajm nga Shtetet e Bashkuara që Trumpi ka zgjatur edhe me një vit emergjencë për Ballkanin perëndimor, një ligj që ka fillesat që nga koha e Bidenit. Pra duke vazhduar gjendjen e jashtëzakonshme lidhur me Ballkanin, diçka që është hyrë në rutinë tani, që ju ka ndodhur edhe në vitet e kaluara. Unë në njoftim si çdo vit theksohet që
veprimet e individëve dhe grupeve që kërcënojnë paqen, stabilitetin dhe përpjekjet ndërkombëtare për normalizimin në Ballkanin Perëndimor, përfshirë aktet e dhunës ekstremiste, korrupsionin, pengimin e zbatimit të marrëveshjeve të pasluftës vazhdojnë të jenë shqetësuese për Washingtonin. Për këtë arsye zgjatet edhe me një vit urdhri, por në tërësi përpos kësaj edhe atë që po ndodh më gjerë nga lindja e mesme me marrëveshjen e firmosur, negociata që vazhdojnë por në parim, në Rusi dhe në tërësi për ta mbyllur. Po tani, shkurtimisht, ne kemi pasur në Amerikë se për një periudhë kohore të shkurt na vyn dikush që na mon jo anus dhe stagnus, por jo që të shkojmë tani shumë hapa prapa dhe të ndrojmë orientimin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët tonë evropian. E kam fjalën për zotrin Kurti. E tani ka ardhur koha që njerëzit të distancohen dhe kanë filluar me shumë gjasa, sepse nuk ka alternativë tjetër. Njerëzit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët e kanë përdorur zotrin Kurtin për të mbajtur në status quo, zotri Kurti ka dalë jo respektues ndaj saj dhe ka ndruar do të thotë qëndrimet e tij, qoftë prej fillimit të orgave dhe në konsistencë. Edhe tani do të ketë reagime ndaj tij edhe për interesat perëndimore të cilat neve këtu nuk na konvenon që të kemi luftë. Mas pores na konvenon interesit shqiptar, sepse betejat do të zhvillohen në terren shqiptar, në toka shqiptare. Nuk do të fillojnë betejat në Serbi apo në Greqi, po do të fillojnë në territoret tona dhe humbjet do të jenë krahasimisht do të thotë kushtimisht siç ndodh në Ukrainë. Tokë djegur. Edhe po që se serbët në atë rast do të dalin humës, ata do të shkojnë në shtëpitë e tyre të ndërtuara. Do të thotë gjithsesi ne dalim humës, një, kjo nuk na konvenon, një, dy, nuk na konvenon në sistemin strategjik të fuqisë së Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse hap derën e influencës dhe prezencës ushtarake ruse-kine në këtë. Në këtë e kemi thënë shumë herët. Do thotë ju do të jemi shumë të kujdesshëm. Ndërsa pyetja tjetër ishte po për gjendjen e jashtëzakonshme pra që është diçka rutinë kjo që sapo diskutuam, por edhe situatën tani për të folur më gjerë jashtë trevave